që Por duhet të një gjë që nga media ruajt mirë, ruajt pastër. Në një farë formë edhe ata gazetarë që kanë treguar një lloj profesionalizmi prapë kanë pasur atë dëshirën për ta gacmuar pak të shkuarën, qoftë njërit apo të tjetrit, edhe pse këta të dy kishin kryer për të habitur. Nuk kishin nisur një jetë. Qepedi ka qenë për herë i mbyllur. Po, s'kam Po, dëgjuar. ka tentuar, ti ma konfirmove, se të një intervista që ne lodhur kemi pa pas fund. bërë. Jo, se jam lodhur unë, janë lodhur fotografët. Në fakt nuk ka qenë një histori pa dramë, se po rria kështu në heshti tani nga që... Po dram, tash të dëgjoj, po s'pati dram nuk është histori. Jo, them që Dhe nuk do kishte ndarje. Nuk është një ndarje kaq paqësore dhe kaq ndaj dhe ti e ke pritur një postim nga Afrodita pikërisht për këtë arsye, sepse ne kemi sepse jetuar kohën atyre. sepse kishte lëndim, kishte një lëndim. Për te asaj fasadës së bukur dhe asaj ndarjes Po, gjithsesi që tregon paqësore. qytetarin nga ana e të dyve, sepse po të shikosh tani çiftet që ndahen në për podcaste ose në për intervista të ndryshme, kanë disa reagime të tmerrshme për partnerët, për ish partnerët dhe për i dashur ti e trap. nënën ose babajnë e fëmijës së tyre, kështu që ata të dy kanë qenë goxha qytetarë dhe ti ke shumë të drejtë kur thua që ka qenë një ndarje jo fort Jo aq paqësore. Do të thonë e meriton një libër, po mbase e shkruan Afrodita. Jo me atë titull, që të ti. Megjithatë edhe pse ne kemi gacmuar dhe i kemi pyetur, ata nuk kanë. Ka qenë shumë fisnik të dy dhe unë i mbaj mend kur Shpati konkuronte të kënga magjike dhe unë isha gjithmonë në backstage sepse i ndiqja këngëtarët, Afrodita e ndiqte dhe i qëndronte pas Shpatit në një mënyrë aq të bukur dhe aq mbështetëse dhe Shpati gjithmonë fitonte çmimet hit, kënga hit e këngës magjike ose çmimin e publikut. Sepse çmimi do të ndërsa Juria edhe mund kishte këto preferencat për një këngë më të madhe ose Shpatin domethënë gjithmonë e quani djalin pop. Djalin ishte i vetmi pop artist që ne kemi pasur dhe muzikës pop. Ka qenë vërtet dhe Afrodita ka qenë ajo partnerja që i rrinte gjithmonë duke sikur e donte më shumë. Kishte edhe një kimi, edhe fizikisht. Ka qenë çifti, Nëqofse në Angli ishin David Beckham edhe Victoria Beckham, këtu ishte Afrodita Dresha edhe Shpati.